Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka kërkuar kalimin për gjykim të dosjes së SPAK, kundër të pandeurit kryesor është ish-ministri Ilir Beqaj, i cili përballet me akuza për 6 vepra penale. Së bashku me të janë marrë të pandeur dhe 10 persona të tjerë, përfshirë 2 shoqëri tregtare private. Sipas akuzës, Beqaj dhe bashkëpunëtorët e tij kanë ngritur një skemë të organizuar për të përvetësuar fonde të Bashkimit Evropian dhe organizmave të tjera ndërkombëtare përmes tenderave të paracaktuar dhe veprimeve fiktive ekonomike ligjore. Hetimi ka përfshirë dhe pasuritë e Beqajt dhe të pandeurve të tjerë, ku janë evidentuar mosdeklarime pasurish dhe janë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash, një apartament në Vlorë, 3 automjete dhe aksione kompanish. SPAK thekson se janë provuar përfitime të palishme nga Beqaj dhe zyrtari tjetër Arben Kurtulaj në 2 raste konkrete, ndërsa ka dyshime për 9 raste të tjera me të njëjtën skem. Beqaj përballet me akuza për korrupsion pasiv, shkelje të barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh, mashtrim dhe fshehje pasurie. Ky është procesi i dytë penal për të, pasi aktualisht është në gjykim dhe për çështjen e koncesionit të sterilizimit. Të pandeurit e tjerë janë Ermal Kurtulaj, bashkëpunëtori i afërt i Beqajt, e akuzuar për korrupsion, shkelje në tendera dhe falsifikim dokumentesh, Gazmen Taxhia, Alfred Nikolla dhe Elton Marini, për mashtrim dhe falsifikim me pasoja të rënda, si dhe Bjona Ziaj, Bledar Leka, Marine Lajazo dhe Mira Topçiu për akuzat të ngjashme. 2 kompani private, Landways International dhe Nine Service Int, janë gjithashtu në hetim për mashtrim dhe korrupsion aktiv ndaj zyrtarëve të lartë. Në dosjen penale të SPAK, evidentohet se Beqaj kishte rekrutuar Ermal Kurtulajn në SPAK në vitin 2022 për të ngritur skemën e përvetësimit të fondeve të Bashkimit Evropian përmes tenderave të paracaktuar dhe dokumenteve të falsifikuara. Sipas SPAK, një pjesë e shërbimeve rezulton të jetë prokuruar në mënyrë fiktive, pasi shoqëri tregtare nuk kanë ofruar shërbime.